do të pyes me shumë sinqeritet mikun tim Blushi, që e kam vërtet mik dhe çmoj jashtëzakonisht dhe ka qenë një që her pas here më pyeste mua për statutin se si është kjo gërm apo si është ky nen. Dhe mbaj sa si njeriu që gjithmonë i thoshja gjëra të vërtet që ne duhet të bënim. Pse s'janë të shqetësuar këta shok për zgjedhjet në tërësi të partisë, po që kanë të shqetësuar vetëm për kryetarin e Partisë Socialiste? Duhet të jesh i shqetësuar një herë për organizatën socialiste, sepse ajo është forca kryesore që të shpihen në fitore, qoftë ato lokale, qoftë ato të përgjithshme. Dhe nuk është një kryetar partie, kushdo qoftë ai. Mos vallë këta kanë qëllime personale dhe normale është. Mund të kesh dhe qëllime personale. Në politik futesh, punon, kontribon edhe për qëllime personale. Por ne, kjo sa dhe madhe këtu e gjithë socialistëve, na duhet familja jonë e madhe e Partisë Socialiste. Tani, si njohës i statutit, duhet ju them që po, është e vërtet. Në 2013 ne fituam zgjedhjet në mënyrë plebiscitare ndaj Partisë Demokratike dhe morëm rreth 1 milion vota të shqiptarëve, ku i thanë kryeministrit ton Rama që në atë program që ti na shpjegove, na sfletove dhe na fole për një muaj rresht në fushat elektorale, ne të votojmë dhe duam që ti t'i bësh realitet. Pra, ai ishte programi i Partisë son Socialiste, ishte programi ton elektoral, ishte dhe programi ton që ne votuam në parlament t'i dham vot besimin qeverisë. Që do të thotë që mbas 2-3 muajsh ne natyrisht duhet të bënim zgjedhje në parti. Por në atë kohë, për isë së vërtetës, ne kemi qenë të gjithë në një mbledhje kryesie dhe unë dhe Blushi, u është diskutuar komisionet parlamentare se kush do ishte dhe kush do të ishte etj e me radhë, por në çështjen të ndryshme asnjëri nuk e preku dhe nuk e tha një çështje të tillë, që ishte shkelur statuti me rreth 20 apo 30 ditë apo një muaj ca. Dhe nuk thanë që dalë se ne jemi në një proces që duhet të bëjmë zgjedhje në parti. E lam me konsciencë, e lam me iniciativë të lirë dhe e bëm me qëllim një gjë të tillë, sepse kushdo që do të kuptonte dhe do të shkite që ne do riorganizonim partinë një muaj pas zgjedhjeve të përgjithshme, kur morëm 1 milion vota, kur antar partie kemi 100.000 dhe këto 1 milion janë 100 herë më shumë që i dhanë votën Partisë Socialiste dhe kryeministit Edi Rama, do të ishte hipokrizi.